filluar në karrierën time, ka ndodhur, do me thënë, unë me njerë u bëra pas këngës Djalët im Bazhi, u bëra shumë e famshme dhe I shikoja sulmet që më vinin në mënyra kështu si thumba nëpërmjet shkrimeve në gazeta ose që kanë qenë shumë të paguar nga shumë armiq të mi, armiq të konkurrencës, se nuk është që kam pas ndonjëherë armiq kështu drejt për drejt, se nuk I kam bërë askujt keq. Nëse unë u kam sjell rrezik, do me thënë si thua rrezik për karrierën e tyre, nuk do me thënë se nuk është që kam shkelur unë diku dhe e kam bërë me qëllim. Kur ti vjen dhe del, je një yll, si sot je një yll televiziv, ti nuk ja zë vendin askujt tjetër. Do me thënë, për këtë gjë janë meritat e tua dhe koha dhe njerëzit që të duan dhe të mirëpresin. Por nuk e kuptojnë të gjithë kështu. Unë diçka që e vrejta gjatë ulëmtimeve të mia për ty, I pash disa gjërime të vjetra. Ndoshta dikur këngëtarët nuk kanë ditë edhe aq mirë mi fshe emocionet, se përvoja e bën të vetën. Hajde, qa ke pa, hajde. Edhe në momentin që ishit grup edhe këndonit një nga një, u vrejke energjia, gjelozia që kishin këngëtarët me vetin ato videoklipe. Ndoshta sot më kriju të tilla, sot menaxhimi I emocioneve është shumë më I mirë. Dhe menaxherët do me thënë normalisht të përzihen atë kuptimin, drejtojnë se si të sillen. Shumë e vërtet je pas ke vrejt shumë mirë, është shumë e vërtet ajo gjë. A një ndirë ndonjëherë siklet në këto gjërime? Unë për vete jam munduar gjithmonë çdo lloj po peshuajmë kështu pa kujdesi ose një mënyrë instiktive që kolegët e mi e kanë pritur, se nuk e kanë pas qëllimisht, po dikush si thua ti nuk e menaxhon mirë anën emocionale, dhe nuk e kupton që ky është një bashkëpunim, në fundit është showbiz, dhe ti duhet të jesh shumë e kuptueshme dhe më e hapur. Po dikush se ka pasur këtë gjë, po unë jam munduar me thy me optimizëm dhe pozitivitet. Edhe kur kam parë një, po të thuash një injorim të letë në thonjza, se edhe janë munduar me ma bo, unë nuk e mohoj dhe ajo duket letë, ka pasur gjirime që janë munduar të më shuajnë në thonjza, por nuk mund të shuash një gjë që njerëzit e duan, se nga ana jonë ne nuk... E tash nga kjo, a të bën ty që gjithmonë me tentu me kriju hapësirën tënde, se ndjen që dikush tenton diçka me të botë qëllimshme? Unë jam në një farë mënyrë jam shumë e qetë dhe jam shumë modeste në këtë aspekt. Nuk është që e marrë me... Po veç Big Brother të kom pa që jënë përla për pozita, kush me qëndru kënë skenë? Në Big Brother, me që dole ke Big Brother është diçka tjetër. Aty nuk jemi fare të folë për showbiz, për pozita, sepse ti e aty mes kolegëve, dhe Big Brother, unë se di që kisha në i kolegë për vetë zudzit aty, edhe zdi e gjeste. Do me thënë këta kanë qenë kolegë në muzikë